Mbi 200.000 qytetar priten të jenë në marshimin drejtësi jo politike që do të mbahet me 17 shkurt në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, raporton Ekonomia Online. Kështu ka bërë të ditur përfaqësuesja e platformës Liria ka emër, Eliza Hoxha, në konferencën për media. Sheshi i kryeqytetit nuk do jetë thjesht një hapësirë publike. Do të jetë zemra e Kosovës që rreh një zëri. Do të jetë ndërgjegja e gjallë e një populli që ditë të qëndrojë në këmbë kur vihet në provë e vërteta e tij. Do të jetë dëshmia se Kosova ditë të bashkohet kur bëhet fjalë për drejtësi, dinitet dhe respekt ndaj historisë së saj. Gjatë këtyre javëve kemi parë diçka që na ka prekur thellë, një mobilizim të jashtëzakonshëm qytetar. Kemi marrë mbështetje nga të gjitha komunat e Kosovës dhe me këtë rast i falenderojmë të gjithë kryetarët e komunave që na kanë pritur me gatishmëri dhe mbështetje, ndërsa kërkojmë ndjesë për ato pak komuna që nuk kemi arritur fizikisht të jemi bashkë. Ndërkohë, edhe organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë së qeverimtare të Kosovës ka shprehur mbështetjen e saj për marshimin drejtësi jo politik të organizuar nga platforma Liria ka emër, i cili do të mbahet me 17 shkurt në Prishtinë. Marshi synon të përcjellë mesazhin se drejtësia duhet të jetë e paanshme dhe larg ndikimeve politike, duke respektuar sakrificën e atyre që kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.